Të dashur shqiptar, sot humba ndjenjat përsëri, sepse kam zbuluar një toponim Arvanitas në Greqi, në Kalkidiki, quhet Piluri, dhe është kopje e fshatit shqiptar në Himar, Piluri. Ndryshe shqiptarët i thon Pilur, trajta e pashquar. Kjo është shumë interesante. Piluri është emër mashkullor në Shqip. Piluri është toponim Arvanitas në Greqi, në Kalkidiki. E gjithë historia është shumë e thjeshtë. Grekët fillojnë dhe heqin 4000 toponime arvanitase dhe i kthejnë në greqisht. Dhe me të drejtë, ata vendosin emrin e lashtë helen, Paliouros. Fjalë për fjalë dhe thot shpina e Krishtit, në latinisht, spina Christi, është lule radhiqe në Shqip. Kjo lule, me gjemba, përfaqëson kurorën e gjembave të Krishtit, kryqëzimin e tij. Dhe problemi është i tillë. Emri i lules së Krishtit, lule radhiqe, është përmendur nga autorë të lashtë helen, Theopompus, Theokratos. Është përmendur më vonë nga autor latin, Cicero. Si u krijua emri i lule radhiqes, shpina e Krishtit, kur Krishti nuk ishte lindur akoma? Kjo është pyetje që duhet i përgjigjen teologët. Gjë që provon që besimi kristian është besim pagan. Pra lulja e Krishtit ka ekzistuar përpara se sa të lindte Krishti, disa qindra vjet më përpara. Tani, arvanitasit janë analfabet. Dhe Paliouros e kthejnë në Piluri. Grekët krijojnë një variant tjetër në shekullin e 15, Peluro, që shqiptohet Piluro, sepse eja bëhet i në shekullin e 15 në greqisht, eja e gjatë. Varianti origjinal është Paliouros. Vjen nga latinishtja palus, do të thotë shkop, por me referencë tek Pali, ai që solli kristianizmin në Iliri, sepse në Iliri ka ardhur kristianizmi për herë të parë. Greqia është quajtur Iliri në kohën e Palit, kur erdhi pra në Hellad. Nuk ka patur emrin Hellada, por Iluria, pjesë e perandorisë romake. Tani, si shpjegohet një gjë e tillë? Arvanitasit nuk kuptojnë greqisht dhe nuk shkruajnë greqisht. Pra ata e ndryshojnë Paliouros në Piluri, emër mashkullor. Në gjuhën greke, ky është emër asnjanës, po i pazbuluar gjikundi. Grekët e marrin emrin Arvanitas, Piluri, dhe shpikin një emër bizantin, Paliurion, për këdhelës, që nuk ekziston në gjuhën greke, por është mbështetur mbi shqiptimin Arvanitas të fjalës Paliouros, në gjinin mashkullore, në greqisht. Dëgjoni me vëmendje. Varianti bizantin nuk ekziston, është rikrijuar nga etimologët grek. Pra këtë zbulim madhështor e kam bërë sepse grekët donin gjithmonë të ndryshonin emrat Arvanitas në emra të pastër grek. Dhe nga dëshira e madhe e tyre për një pastrim gjuhësor, ata kanë zbuluar emrin e fshatit Piluri Arvanitas në Kalkidikis.
i njëjti emër është në himar. Çfarë tregon kjo? Në shekullin e 15 e dim me siguri që grekët, për t'u çliruar nga frankët, që sunduan Greqinë për më shumë se 250 vjet, thresin trupat turke për në Greqi. Grekët vetë kanë thirrur turqit në Greqi. Dhe atëherë u çliruan nga frankët. Pikërisht në shekullin e 15 grekët përzën arvanitasit si gjoja bashkëpunëtor të venedikasve dhe të frankëve, dhe i përzën arvanitasit në Kalabri dhe në Sicili. Këta në arvanitasit janë arbreshët nga Greqia. Në fakt, arbreshët këndojnë moj e bukura more. Unë kam zbuluar që moreas është një lule, një bimë, për së cilës prodhohet një verë e fortë që të deh shumë. Është një bimë pothuajse narkotike, shumë e fortë. Kjo është origjina e fjalës moreas në gjuhën shqipe. Moj e bukura more është pikërisht mu në zemër të Spartës, prandaj vijnë arvanitasit, por arvanitasit kanë qenë të shpërndarë në të gjithë Greqinë. Dhe arvanitas të tjerë kanë qenë pra edhe në fshatin Piluri në Kalkidiki, dhe ata përzihen për në Shqipëri. Pra janë dy grupe arvanitasish. Një grup shkon në Kalabri dhe në Sicili, grupi tjetër shkon për në Shqipëri dhe vendosen pikërisht në himar. Himariotët janë arvanitas që flasin gjysmë shqip, gjysmë greqisht. Më vonë, në shekullin e 16, arvanitasit në himar i kërkojnë ndihmë papës për të sjellë një prift katolik. Vullnetar del Neofitos Rodhinos nga Kreta. Vjen ai në himar, vjen ai në Piluri, emri me kuptimin lule radhiqe, shpina e Krishtit. Këta janë arvanitasit që vijnë nga Kalkidiki dhe i helenizon ata. Për atë Zot që është në qiell, Papa e shkarkon nga detyra këtë prift. Heq fare nga kisha katolike, sepse ai i kthen himariotët në ortodoks, në vend që t'i mbante si katolik. Kjo në mbikëqyrjen e turqëve. E gjitha kjo histori është histori e vërtet. Pra, e shkomunikon komplet Neofitos Rodhinos Papa për këtë akt të shëmtuar që bëri. Edhe sot e kësaj dite, arvanitasit në Greqi flasin një gjuhë gjysmë greqisht, gjysmë shqip. Është një gjuhë e përzier. Fshati tyre akoma quhet Piluri. Në greqisht është ndryshuar në Paliouros. Po të mos ta kishin bërë grekët këtë ndryshim të toponimit arvanitas, unë kurrë s'do ta kisha gjetur këtë fjalë. Asnjëherë në botë. Pra kemi prova të patundshme që shqiptarët në himar që flasin gjysmë shqip, gjysmë greqisht, janë arvanitasit e përzën nga Kalkidiki. Fshati i tyre akoma quhet Piluri. Në shqip, Paliouri në greqisht. Dhe gjoja grekët kanë shpikur që kjo duhet të jetë ndonjë fjalë e rikrijuar nga gjinia asnjanse në periudhën bizantine, kur kjo nuk është gjetur në asnjë dokument. Dhe kam kërkuar
me inteligjencën kompjuterike të gjitha llojeve dhe nuk ka asnjë dokument. Po ashtu nuk ka asnjë pllak të vetme me këtë emër. As pllak vari, asgjë. Nuk ekziston Paleourion në greqisht. Grekët nga fiksimi i tyre i çmendur për të ndryshuar emrat Arvanitas, pa dashje kanë zbuluar që himariotët janë Arvanitas. Vetë grekët. Po të mos ta kishin pasur grekët këtë dëshirë për të pastruar çdo toponim Arvanitas, në jetë të jetëve, unë nuk do kisha gjetur emrin e fshatit Piluri në Greqi dhe në Shqipëri. Në jetë të jetëve, asnjëherë. Sepse Arvanitasit ishin analfabet, pra nuk kuptonin greqisht, por përdorin fjalë të ndryshme greke. Ndërmjet tyre është Paliouros, do thot shpina e Krishtit. Vjen nga latinishtja Palus, do thot shkop. Kjo është shumë e trishtueshme. Të mendosh që himariotët duan shkëputje nga Shqipëria, por janë arvanitasit e dikurshëm, të ardhur këtu të përzën nga grekët. Shikoni çfarë tmerri ka ndodhur. Por banorët e Pilurit janë shqiptar, flasin shqip. As që mendohet që ata të jenë grek, por ata nuk e din nga vjen emri i fshatit të tyre. Këtë se ka gjetur dot as Akademia Greke, as Akademia e Shqipërisë, që as që diskutohet, as që kanë idenë e emrit të fshatit Piluri fare. A meritoj unë doktoraturën? Po kush do ma japi mua doktoraturën nga Akademia e Shqipërisë? Cili akademik di greqisht? Cili akademik di gjuhën bizantine? Cili akademik di dialektin e Homerit? Dhe 26 dialektet e lashta helene që grekët sot po i zbulojnë në pllaka të ndryshme, të folura edhe në Iliri. Grekët vetë nuk e din ç'do të thonë 5000 fjalë në Iliadë dhe tek Odisea, dialekti epik. Gjë më e bukur është kjo. Në greqisht, emri i Pilurit është Ho Piluri, me pjesën e tretë të shquar për emrat mashkullor. Në gjuhën arvanitase është Piluri, edhe në shqip është Piluri, sepse në dialektin epik hiqet forma e tretë të shquar, nuk përdoret nga Homeri dhe as nga ilirët. Të dashur shqiptar, kjo është gjuha iliro-pellazgë, dialekti epik, i përzier me gjuhën e parthinëve ilir. Ishte një gjuhë e ngjashme me persishten. Fjalë të tilla janë gjetur në gjuhën shqipe nga persishtja e vjetër. Pra gjuha shqipe është një bashkim i dialekteve të lashta të folura në Iliri. Jo të gjitha ishin greke. Gjuha e parthinëve ishte gjuhë perse, e pa diskutueshme. E zbuluar nga unë, kuptohet, nga askush tjetër në botë. Këto zbulime të lemeritshme nuk do ishin bërë në qoftë se ju nuk do kishit ndjekur filmat e mi. Nuk ka asnjë lloj rëndësie se si interpretoj unë zbulimet që bëj vetë. Ka interpretime të ndryshme në filma të ndryshëm. Ajo që ka rëndësi është poshtë filmit, është emri sakt në helenisht dhe në gjuhën arvanitase. Pra, kjo është e rëndësishme. Paliouros, shpina e Krishtit, lule radhiqe, u bë në gjuhën arvanitase Piluri, u hoq forma e tretë të së shquar për emrat mashkullor Ho, dhe është Piluri në himar. Kjo është e pa diskutueshme. Janë ndryshime fonetike që kanë ndodhur vetëm në gjuhën shqipe. Nga greqishtja, kuptohet. Po ky emër është marrë nga latinishtja Palus, shkop.
zbulimi im, të dashur shqiptar, të dashur pellazg. Çfarë do bëni tani? Si do reagoni? Pres për reagimin tuaj. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.